Rezultati i kalueshmërisë gjatë testit të maturës në shkollat e komunës së Gjakovës është 46,14%. Gjimnazia Ajdardushi ka pasur kalueshmëri prej 84%, shkolla e muzikës Preng Jakova 90%, ndërsa shkolla mesme profesionale Gjon Nikol Kazazi 80% e kështu me radhë. Flas për në qëto qendrat në Gjakovë dhe në Rogov, si testin e parë, pjesën e parë, si pjesën e dytë, nuk ka shku në mënyrë, çdo gjë ka qenë në mënyrë rregullt, në bazë raporteve dhe proceseve që i kanë lëshu vëzhgues dhe administrues. Rregullat këtë vit kanë qenë më strikte, ku gjatë provimit janë mbikëqyrur nga një kompani e sigurimeve, shtoi Varaku, gjë që ka bërë që edhe rezultatet të jetë më i besueshëm. Administrues kanë qenë një kompani siguruese, të cilën e ka siguru Mashti dhe mendoj që ka qenë, apo i tha më mirë se herën e parë. Po me sa i përket disiplinës, zhurmës, këto. Në testin në shkollat e mesme të komunës së Gjakovës morën pjesë 2269 nxënës dhe vetëm 1047 prej tyre dolën pozitiv, ndërsa 1222 dolën negativ, ndërsa në gusht dhe shtator do të mbahet testi tjetër.